shembulli më i mirë. Elusi Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i bëj të dobishme këto që tham, elusi Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i shpërblej të gjithë pranishmet, elusi Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i shpërblej organizatorët e këtij takimi madhështor dhe t'u ashtrojë këtë punë në beshoret e të mirave të tyre në ditën e gjykimit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu xhallahu shanu shpërblet hoxhën e nderuar nga Shqipëria, Ismail Bardhoshi për këto fjalë. Inshallah do të përfitojmë nga këto këshilla të mirëfillta. Të nderuar vëllezër dhe motra, në vazhdim inshallah do të na këndon një ilahi Hafez Xhemal Muhiu së bashku me vëllai Fidush Aliun. Ndërkohë duke i ndëgjuar këtë ilahi nga Fidush Aliu dhe Hafez Xhemal Muhiu, dëshiroj t'ju njoftoj dhe t'ju bëj thirrje që edhe ju të bëhuni pjesë e këtij organizimit madhështor. Pra na tha më herët se disa xhamia janë bashkuar së bashku për ta organizuar këtë manifestim madhështor, për të ftuar të hoxhallar e gjithë organizimin. E tash ne ju bëjmë thirrje edhe juve që edhe ju ta përkrahuni këtë organizim duke kontribuar aq sa të keni mundësi. Inshallah te Allahu azza wa jall keni shpërblime. Inshallah Allahu jep xhenetin Firdaus. Pra tash në vazhdim do të dalim disa vëllezër dhe ju inshallah nuk do të jeni dorë shtrëngues dhe do të jeni dorë lirë dhe të kontribuoni inshallah për këtë organizim për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra ndërkohë do të ta ndëgjojmë një rahi së bashku dueti për Fidush Aliu dhe Hafez Xhemal Muhiu. O Resul të kujtojnë me madh, ty që të patëm iman, prej kur nga kjo botë ke dal, Bilali stërët e zan. Prej kur nga kjo botë ke dal, Bilali stërët e zan. Kur ngritëm të jap ezanin, madhën gjimi më kaplon, e gjithë kjo bot pa Resulin, vetëm shpirtin më ngushton, e gjithë kjo bot pa Resulin, vetëm shpirtin më ngushton. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah, Ya Nabi Allah. Yen Omeri me Ubeydin, Elusim me Lotnesi, O Bilal thirë ezanin, le të gëzohet ajnë bip. O Bilal thirë ezanin, le të gëzohet ajnë bip. Çlirimi kodësi sherifit është dhurata e Zotit ton. Toke Isras dhe Mi'rajit, sot Islamin e pranon. Toke Isras dhe Mi'rajit, sot Islamin e pranon. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah, Ya Nabi Allah. Për mbi kuc Bilal e lëshon, zërin e ti në malën gjirë.
nga kujtimet që ju vin, çdo ashab tani loton nga kujtimet që ju vin. O maj dashuri muezzin, dhasht Allahu në Kauther, ta thëras është i ezanin kur qohësh atë pejgamber, ta thëras është i ezanin kur qohësh atë pejgamber. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah, Ya Nabi Allah. والحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتحمين. بشرى لنا نلنا المنازل العنا وفالهنا، بشرى لنا نلنا المنازل العنا وفالهنا. Allah shpëleft, vëllezërit, pas Xhamaluhiun dhe Fidushariun. Edhe juve, Allah e shpëleft të nderuar vëllezër dhe motra që kontribuat për këtë manifestim madhështor, Allah e shpëleft inshallah. Dhe në vazhdim kemi ligjëruesin e radhës. Është hoxha ju i nderuar dhe i mirënjohur tek ju, hoxh Dr. Zekria Efendi Bajrami. Disa fjalë të shkurtura për hoxhën e nderuar. Besoj që nuk ka nevojë sepse më ka thënë që gjithë e njihni, por vetëm disa fjalë të shkurtura. Pra hoxha e nderuar është i lindur në fshatin Bojan. Për momentin jeton dhe vepron në Shkup të Maqedonisë. Studimet dhe doktoraturën ka përfunduar në Egjipt, në kryeqytetin, pra në Kairo. Dhe tash për momentin pra është imam dhe ligjërues në xhamin Sultan Murat në Shkup. Dhe shpesh herë hoxha na nderon me vizitat e tija këtu në Austri, në Vjenë, në Linz, në qytetet e tjera, Sankt Petersburg, Krems. Allahu ja shpërblet inshallah këtë kontribut, gjithë hapat që i merr është besoj që është një sakrificë e madhe. Allahu ja shpërblet inshallah me xhenetin Firdaus dhe tash e ftojmë këtu hoxhën e nderuar Dr. Zekria Efendi Bajrami.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. Të dashur vëllezër, hamdi dhe falënderim, lutjet dhe adhurim i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahut Dhul Jalal, i cili shumë të mira në ka dhuru, por më e mire të gjitha atyre është ajo që në Islam në ka udhëzu. Pastaj salat dhe selam edukatorit ton suprem, pra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e Kiametit. Njashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit, me përshëndetjen më të bukur që ka njoftë njerëzia. Përshëndetja jonë është selam, pra paqë, pra assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndesim organizator, bëjmë lutje që Allahu t'i shpërblet me Xhennetul Firdaus. Njashtu bëjmë lutje që Allahu Dhul Jalal, radio pendimin me gjithë stafin dhe dëgjuesët kudo që janë në rrugën toksor, Allahu edhe ata me Xhennetul Firdaus t'i shpërblet. Të nderuar, jemi të privilegjuar që ne në këtë mexhlis jemi të buar me vetmin qëllim që të përkujtojmë personalitetin më të madh që ka njohur njerëzia, pra ai është Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Kur ne flasim për të, ne atë nuk e ngrem, po ngrem vetveten. Ne nuk mund ta lavdërojmë atë, por ne lavdërohemi vetvetiu kur përmendim mirësitë e tij. Allahu Dhul Jalal në Kur'an i është drejtuar të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira." Unë ty të kam dërguar për mbar njerëzit si harriques dhe qortus. Unë ty të kam dërguar mëshirë për mbar krijesat. Pra, të nderuar, çastet të cilat i kalojmë duke përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duhet të jenë çastet më të ëmbla dhe më të këndshme. Ne duhet ta njohim atë. Ai ka patur dy lloj të cilësive, atë khilqie dhe khuluqie. Ka qenë i bukur në pamjen e tij. Një poet arab i është drejtuar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me këtë poezi dhe ka thënë: "Ja Rasulullah, o i dërguar, ajmala minka lam tara ayb, wa afdala minka lam talid an-nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aybin ka'annaka qad khuliqta kama tasha." Ka thënë: o i dërguar, më të bukur se ti s'ma ka pas sy, më të vlefshëm se ti s'ka lidhur në. Je i krijuar sikur fizionomin tënde ta kishe zgjedh vetë. Subhanallah, ka qenë pra i bukur me gjithë pamjen e tij. Fytyra e tij ka ndriçuar si hana 15. Bukuria e tij ja ka kalu bukurisë së Jusufit, i cili është i përmendur në Kur'an, por ulemat kanë thonë morali i lartë i tij ka mbulu bukurinë e tij fizike. Atë që ka qenë morali i lartë, pra në aspektin fizik, ka qenë i bukur. Ka thonë poeti tjetër arab: Muhammedun basharun la kal bashari, bel huwa yaqutun bayna al-hajar.
Muhamedi është njeri, por jo si të tjerë, por ai dallon nga njerëzit tjerë sikur diamantin që dallon nga gurët. Edhe diamanti është gurë, por diamanti dallon nga gurët tjerë. Pra Muhamedi është njeri, por si diamanti që dallon nga gurët, ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dalluar nga njerëzit tjerë. Pra është aspekti i sifatit i pamjes fizike. Ndërsa për atë morale nuk ka dekret më të vlefshëm dhe më të lartë se ato që Allahu dhul Jalali ja ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur ai ka thonë wa innaka la ala khuluqin adhim, ti o pejgamber je në një moral të lartë. Vetë Allahu dhul Jalal i ka dhënë dekret. Ka thonë ti je në një moral të lartë, ti ke etikë të mrekullueshme. Andaj ka thonë inna ma bu'ithtu li utammimu makarim al-akhlaq. Unë jam dërguar për të plotësuar moralin. Pra ai është i dërguar për të ngritë moralin, për të pastruar njeriu nga veset e shëmtuara dhe për ta ngritë lart moralin e tij. Pastaj ka thonë inna ma bu'ithtu muallima, unë jam i shpatur mësues, edukator. Pra kështu duhet ta njohim vëllezër të dashur, nga se për fat të keq njerëzia nuk e njeh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ashtu si duhet, por ato e njohin nëpërmes dy aspekteve. I pari, njerëzit e rëndon në linjë dhe në perëndim nuk e njohin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam siç është, por e njohin si e kanë përshkruar, si e kanë prezantuar armiqtë e tij. Pra orientalistët që i futët masonët si e kanë prezantuar, derisa kanë arritur të bëjnë edhe karikatura në disfavorin e tij, por nuk i ban dëm asgjë. Është personaliteti ngritur, edhe pse njerëzit e rëndom nuk e njohin, por e njohin vetëm në aspektin negativ, siç e prezantojnë të huaj, të cilët së duan, dhe për fat të keq, siç e prezantojnë disa muslimanë që nuk i përputhen sunetit të pejgamberit. As pak nuk i përputhen mësimeve pejgamberike, e pastaj një i huaj që nuk e njeh islamin, thot ti je muhamedan. Ne nuk jemi muhamedan, ne jemi musliman. E besojmë Muhamedit si pejgamber. Por e kam fjalën, nga sjelljet jo të mira, nga qeset jo të mira, japin pasqyrë negative për personalitetin e tij. Pra na duhet kemi shumë kujdes, o vëllezër, që të prezantohemi ashtu si ka hije dinjitoz, që të mos e njullosim personalitetin e edukatorit tonë suprem, pra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër të dashur, ata që e kanë njoftur me sinqeritet, ata kanë deklaruar dhe kanë pranuar se ai është burri më i madh që ka njohur historia. Ju e dini, Michael Hart, amerikan jo musliman, ka shkruar një libër që i ka emëruar dhe i ka numëruar 100 burra të cilët nuk i harron historia. Njerëzit më të mëdhenj në historinë njerëzore, por më i madhi atyre të mëdhenjve numër 1, kush është sipas tij? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahu, 100 më të mëdhenj, më i madhi i gjithë atyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është deklaratë të huaja. Një profesor i Universitetit të Vjenës, dekan i fakultetit juridik, në një simpozium ka thonë, unë vetëm një gjys ore t'isha qenë Muhammed, vetëm një gjys ore unë t'isha konë në vend të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do t'isha më i lumtur i njeri në rruzën e tokës. Do t'isha shumë i lumtur të isha një gjys ore Muhammed. Pra kështu e ka njoftë, subhanallah, ne a jemi të lumtur? A jemi të lumtur se jemi umeti Muhammed tani jetën? Duhet jemi krenar, duhet jemi të lumtur, nuk duhet ta ulim kokën, duhet të mburëm se ne i takojmë umetit të pejgamberit më të lavdruar dhe burrit më të madh që ka njoftë njerëzia, dhe burrit më të zgjedhur që ka dërguar Allahu dhul Jalal. Pra duhet jemi krenar, sidomos rinia jonë, gjinia mashkullore dhe femrore, duhet jemi krenar që ne i takojmë këtij umeti. Umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të dashur, kur ta marrim biografinë e tij, sado pak në pika të shkurta, ai ka qenë muslih, arabisht i thënë el muslihul azim, ka qenë pajtues në mesin e njerëzve.
Ai se ka desh nga të resët, as pak, gjithmonë I ka pajtu njerëzit, madje edhe para se të jetë pejgamber, në moshën 35 vjeçare, ka ndodhur kur është rindërtuar Ka'bja, e kanë rindërtuar mushrikët e Mekës Ka'bën. Kjo ka ndodhur 5 vjet para se t'i vinë profecia, para se t'i vinë shpallja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë që s'ka qenë pejgamber. Ka qenë njëri I rëndom, po edhe në rinin e tij ka dalluar nga të tjerë. Asnjëherë nuk është për ul, asnjëherë nuk është për kul putave, asnjëherë nuk e ka përdorur alkoolin. Nga goja e tij nuk është ndëgjuar fjalë të këqija, por gjithmonë fjalë të urta dhe të mira, derisa ja kanë harruar emrin me qasë. Nuk ja dishin emrin. Pakizë dishin sa e ka emrin Muhammed, po si e dishin Es-Sadiqul Amin, Es-Sadiqul Amin, I drejti, I sinqerti, besniku, kështu e pat marrë pseudonimin nga me qasë. Andaj, kur ata e ndërtuan Ka'bën, erdhi radha që të vendoset guri I zi në vendin e vet, Hajarul Aswad të vendoset në këndin e duhur, mirë po uzun fiset me qase, me zvete, se cili e ka privilegjin dhe cilit I takon që gurin e zi ta vendos në vendin e vet. Dhe kështu çdo fis dëshironte që ai ta ketë nderin që ta vendos gurin e zi në vend të vet. Edhe kështu që erdhën në kundërshtim të rreth dhe erdhën para gjakderdhjes, para zankës fizike, para luftës ndër me qase. Një mençur tha, a pajtoheni njeriu I parë që të vinë ai të gjukon mesin ton, thanë pajtohemi. Për pak kohë u paraqit kush? Es-Sadiqul Amin. U paraqit, thanë, a dakordoheni ki të vendosje, ki të gjukon, të gjithë një zëri thanë, po pranojmë që ki t'jese gjukaci, se kjo është I drejtë, kjo është Es-Sadiqul Amin. Pranuan. Si e shëroj këtë problem? Si e shujti këtë fesat? A disi? Tha, unë dhe shtrej gjyben time për toke, e do t'a vendojmë gurin e zi në gjyben time, e ju do t'a kapni të gjithë në përskaje, dhe do t'a ngrini lartë, e kur t'a afroni në drejtim të vendit të duhur, a pajtohni që unë t'a vendosin vend, tha, po u pajtu. U pajtu, thanë të gjithë. E lëshoj gjyben, vendosën gurin në gjybe, e ngritën të gjithë fiset e kapën, që e luini ata të cilët e qoni deri në vend, e pastaj në vendin e caktuar, ja lanë redin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ai nuk ishte edhe më pejgamber, edhe mori me duart e bekuara të vetat e vendosi gurin e zi në vendin e duhur. Pra e shihni fesatin edhe para se të jetë pejgamber. Rasti tjetër që ai ka shihni fesat, I ka pajtu njerëzit, cili ishte rasti tjetër. Me arritjen në Medinë, I gjeti dy fiset më të mëdha në Medinë, Aus dhe Hazraj, të cilit kishin patur një grindje, një gjakderdhje 100 vite me radhë. 100 vjet ishin vrarë me zvete, Aus edhe Hazraj. Fiset më të mëdha në Medinë. Me arritjen në Medinë, arriti t'i pajton këta dy fise dhe t'a ndalë gjakderdhjen. Edhe kjo ishte paqja. Pra ai ka qenë pejgamberi paqes, ai ka qenë pejgamberi urt, ai ka qenë pejgamberi mëshirshëm. Andaj Allahu Xhelal ka thonë, "Fa bima rahmetin min Allahi lin, walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik." Nga mëshira që ka dhuruar Allahu Xhelal, ti ke qenë urt, ti ke qenë but ndaj tyre dhe kanë ardhur pas teje, se ti ke qenë mëshirshëm. Jo vetëm për musliman, jo vetëm për njerëzit, por e ka qenë një mëshirshëm edhe për kafshët. Subhanallah, e ka pa një barik, e ka pa një çoban, I cili kishte marrë thikën në dorë, edhe delën e kishtru për toke, ja kishte vush qelmin në qafë, dhe e mprehte thikën po e bën gati. Kur e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Ik, largohu, mprehe thikën mos të çer delën." Çka është ai? E ke shkel në qafë delën dhe mpreh thikën. Nuk lejohet ashtu. Pra ka qenë një mëshirshëm, kur ai e ka pa një shpend duke fluturuar hutuar. Tha, "Çka ka ky shpend?" Tha, "Ja Rasulullah, njoni e ka zonë zogun e saj, e ka marrë dëbirin e saj, e ka uzurpu dhe ajo kërkon e vladin e vet." Tha, "Lirohet, tha, mos ja mba e vladin se e ke brengosur." Subhanallah, pra ndaj shpenzve, ndaj gjallësave, ndaj të gjithëve ka qenë i mëshirshëm dhe ka qenë i urtë dhe ka pas një cilësi të veçantë, ka qenë sabur, ka qenë shumë durimtar, ka qenë shumë tolerant. Thotë Zejdi radiallahu anhu,
gjatë shërbimit, gjatë jetës që kam jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që i kam shërbi, asnjëherë nuk më ka thënë për një punë, pse e ke bo? Që s'ka ka vlesë, më ka thënë pse e ke bo? Ose një punë që se kam bo, s'ma ka të rejveri që pse se ke bo? Por më ka thonë, si kur ta kishe bo, do t'i shkon mirë. Kur kom gabu, nuk thete ke gabu, po thete si kur të mos e kishe bo, do t'ishtë ma mirë. Subhanallah, për atë që se ka bo, si kur ta kishe bo, do t'kishe bo mirë. Për atë që këm gabu, thoshte, si kur të mos e kishe bo, do t'ishte ma mirë. Subhanallah, nuk u hidrofke asnjëherë. Nga urtësia e ti, ai për vete asnjëherë nuk ashtë hidruar. Por edhe kur ashtë hidruar, vetëm për hakun dhe për dinin e Allahu dhu Gjallal. Dhe testamenti, vasijeti, porosia e ti, ka qenë, kur një djalosh tha, usini ja Rasulallah, tha, më këshillo o pejgamber, tha, la tagdab, mos u hidro. Përsëri tha, usini ja Rasulallah, disha tjetër, tha, la tagdab, mos u hidro. Tha, usini ja Rasulallah, tha, la tagdab, mos u hidro. Subhanallah, 3 herë ka thonë, mos u hidro. Një tjetër tha, usini ja Rasulallah, tha, alejke bil walidain, tha ke kujdes prindët. Një tjetër tha ja Rasulallah usini, tha idha amilte amelen akhlis kalbek. Kur të bësh një punë të hajrit, bëne për Allah. Disa herë, tha njën ja Rasulallah, njëni ti thue 3 herë mos u hidro. Ati tjetëri ti thue 3 herë prindët mos u hidro. Ati tjetëri ti thue kur të bësh një punë të mirë, bëne për Allah. Pse kështu nuk janë ndrove as njënit për vetëm qatë, tha ati që i thash mos u hidro, a i kishte një ves, u hidroshte shpet. Pra ndaj thash s'ka tjetër, ti mban men, mos u hidro. A i tjetëri që i thash prindët ke kujdes, o shumë gjali mirë, shumë i urdhë, fal namaz, gjithë mirat i ka, po me prindët se ka raportin e mirë. Pra ndaj thash ti s'ke nevoj kur gjo tjetër, prindët, shqo prindët mirë. A i tjetëri e Rasulullah që 3 herë i tha, vetëm punën bënë vetëm për Allah, tha e shumë i mirë, prindët i ndëgjon, shumë mirë vepron, po ka qef të lavdrohet. Pra dhe i thash, nëse banë punë të mira, bënë për hirtë Allahu. Kështu ka qenë pedagogjia e ti, kështu ka qenë urtësia e ti, dhe nga ajo vëllezër të dashur, që ajse se ka desh hidrimin mes njerëzive, që ka bënë një rast, ka qenë prezent me Ebu Bekrin radiallahu anhu, ka ardhë një njeri dhe e ka sulmu Ebu Bekrin, me fjallë të randa e ka sulmu, si që sulmoj njërës, disa njërës e kanë gjuhën e gjatë, nuk lën pa përshku njeri pa sulmu, nuk lën njeri pa përgoju, nuk lën njeri pa e pengu nga e mira, në vend të dihmon të mirën a e pengon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kun miftahan lil khairi miglaqan li sharri, bonu qelsi hajrit drin i sherrit, në mënyrë alegorike. Qelet hajrit, rrugën e hajrit ndihmohet të keqen bylle, bonu drin të keqes. Mos u bën qelsi sherrit drin i hajrit. Kur e shef të mirën mundet ta pengon, kur e shef të keqen mundet ta ndihmon. Subhanallah, pra vëllezër të dashur, erdhi njeriu dhe po e sulmon Ebu Bekrin. Pejgamberi po rrin. Ai po e randon Ebu Bekrin, pejgamberi po rrin dhe po kesh. Dikur Ebu Bekri ja kthej atij njeriu që sulmonte, ja kthej fjalën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la Ebu Bekrin dhe heci. Ebu Bekri e mbaroi fjalën, edhe ai ja kthej atij njeriu që sulmonte, edhe ai e la shkoi. Tha ja Rasulullah ndal. Tha kur ai sulmonte mu, ti rishe dhe u qeshe. Kur unë ja ktheva, ti ma ktheve shpinën. Tha ja Ebu Bekr, derisa ai ty të sulmonte, një melek pranë teje qëndronte dhe i thoshte atij, ti i je i ti. I thoshte atij që sulmonte Ebu Bekrin, jo, nuk ashte Ebu Bekri ashtu, por ti a i kesh, ti a i fliqti. Tha kur fillove ti që a kthesh fjallën, meleku iku, e kur iku meleku vin shejtani, e kur vin shejtani nuk ri pejgamberi ati. Tha pra dhe në ika, tha shka të verë shejtani, ti e përzune melekun. Subhanallah, që do të thot, o dhe dashur, kur dikush të drejtojnë me ndë një fjallë të randë, ti thuj Allahu të shpërblet, Allahu të udhëzof, Allahu të falë gabimin. Subhanallah, njoni ka thonë vlau vetë fjallë të randa, ka thonë o Zot, nëse jam i tillë, falë mi gjunahet, nëse ki është gabim, falja këti.
Nëse jam I tillë që thot kicim përshkruan mu, amon ja Rabbi, mund të jemi tillë, falni mëkatet. Po që se unë nuk jam I tillë, po ki më ngarkon, falja ti gjunahe. Udhëzohet. Kështu ka qenë Allah I dashur. Andaj, kështu kanë qenë nxënësat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të mësuar nga edukata e tij, thuhet. Është vërtet se Ebu Hanifja dhe gjithë ulemat e mëdhej nuk janë hidhur kohë. I kanë toleruar njerëzit. Mirë po Ebu Hanifja ka pas një cilësi të veçantë. S'ka mujt njeri me hidhru. Dhe një njeri e ka urrejtur Ebu Hanifja. A di çka ka bën? Ka shku te roba qepsi. Ku Ebu Hanifja ka qepur teshat edhe gjyben e tij, e ka pas roba qeps special. Ka shku ta kep një gjube. Ka shku ki që urrejte Ebu Hanifja, ka thënë e diçka. Unë dhe t'jap sa të dush para, mund ta hidhësh Ebu Hanifja. Tha po si ta hidhroj? Tha di çka do bësh? Kur t'ja kipish gjyben, njënin krah t'ja bësh normal, kërcit t'ja nësh gjatë. Edhe kur dhe shohet dhe hidrohet. Edhe çka boni, ja kepi gjyben mirë, njënin krah ja boni tamon, këtë tjetri një alap, që ditëshëm të gjatë. Kur e more Ebu Hanifja e veshi, a e pa. Kur mori e veshi gjyben, kur e pa krahin e gjanë, a e po rrin të shpret, kur dhe e sulmoje, o, tha Zoti që përbletit. Po sa mire pas ke qëllu? Tha po, si ka pe pas kam bëtë gjonë, mirja ke bo, tha se, këtu ishti librat. Mire, pas ke si me të porosit, bile kem një dhurata, se këtu kur bjerë shi, I marë librat edhe mbushi, këtë edhe mështesi, kështu, Allah I që përbletit sa mire pas ke bo. O, subhanallah, tha dështoha. Ja la një bakshish, ja pagujti punin, ja la një bakshish dhe shkuj. Kur erë njeri ju tha ha, tha bëdi ha. Tha, ase me hidrove, jo, mërë, tha më dha dhurat, bile. Tha, po si marë, tha, di qka kisha bo, unë tha kisha gabu. Ha? Tha, po unë I bje kësha lot gjonë me ina, tha me dhunë, ama e tha mirë, Allah I shpërblet si ishti librat këtu. Subhanallah, kështu kanë qenë njerëzit e menqër, vëllezër të dashur. Kështu kanë ditë njerëzit të gjinden me njerëzit. Ande, ne prase, pretendojmë se jemi nxënësat e tij, na jemi ummeti I tij, ne duhet ta duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Duhet ta duam pejgamberin shpirtërisht. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwa. Njeriu nuk e ka imanin e pastër, nuk e ka imanin klast, nuk e ka imanin e plot, derisa ai nuk e don Allahun dhe pejgamberin më shumë se çdo gjë tjetër. Dashuria dhe Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë edibu auladekum, edukoni fëmijët e juaj në dashuri të Allahut, të pejgamberit dhe familjes së tij. A di sa mirë do të ishte ju baballar të ri. A di sa mirë do të ishte të mësoni fëmijët e juaj që ta dunë Allahun dhe pejgamberin. Dhe kur ti pyet dikush fëmijët tuaj, fëmijët tonë, cilin e don më shumë? Njënin e ka mësuar, fëmijët e thonë më shumë e du babën. Sa I blen çokoladë. Ai tjetri thotë jo mami. Ai tjetri thotë a daje na axha. E çka kanë ngatru fëmijët, çka kanë bë harakin. S'di fëmia. A di sa letë është? Hiç mos e përzin. Kur thot fëmin, kur ta pyet fëmin cilin e don më shumë? Allah. E pas Allahut pejgamberi. Familjen e pejgamberit. E pastaj vin nana. Po për nana vin pastaj. Kur e ka pyet nën ja Rasulullah kujt I kam hak më tepër, ka thënë nanës. Ka thonë e pas nanës, ka thonë nanës. E pas nanës, ka thonë nanës. E pastaj ja Rasulullah ka thënë babës. Pse 3 herë? Haku I parë është bartja e nanës që e bartën fëmijën 9 muaj me vete. Para mendoj me ta dhënë një çantë ty me ta nxit për shpinë apo për gjoksi, 9 muaj mes me ta heq hiç. E para bartja. E dyta lindja. E treta ushtimi me qumsht. Që pak rrallë kanë betë të nona që tash me qumsht, Hazreti Shishja me njëherë. Hajde mos u bën budall, me një shishë rri rahat. E pra nona I ka 3 hake, nga kjo duke u nisur, e pastaj baba vjen. Pastaj vjen baba. Subhanallah, pra vëllezër të dashur, dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur të ishte në zemrat e ummetit, në zemrat e muslimanëve, muslimanët do të ishin në një shkallë krejt tjetër, edhe pse ne mburemi me ju, ne krenohemi me ju, ne ju përmendim juve për të mirë, na kemi fjalë miradije për ju, se nuk është lehtë në të troje,
sa kilometër keni bën derisa keni arritur, ata të cilët kanë organizuar sa probleme kanë pas derisa kanë arritur kështu në këtë formë, juve t'ju kemi para vetes, e ne kemi ardhur, ne flas për hoxhallarët, kemi ardhur original rahat e mirë, të drejtohemi juve me disa fjalë të hajrit, inshallah neve dhe juve Allahu na shpërblet. Pra të nderuar, dashuria e pejgamberit është punë e madhe. Zbatimi i sunetit dhe jetimi i sunetit pejgamberit është punë e dashur të Allahut dhe pejgamberit. A di sa e kanë dashur njerëzit e parë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë vetë një shembull do ta them. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, kur baba i tij e ka pranuar Islam, baba i Ebu Bekrit, Ebu Kahafe, e ka pranuar Islam. Kur kanë marrë vesh Ebu Bekri se baba po e pranon Islamin, ka filluar me qatë. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Ebu Bekr, pse nuk gëzohesh? Baba i te ka pranuar Islamin, pse ti po qatë? Tha, ja Rasulullah, do t'isha më i kënaqur sikur Islamin ta kish pranuar Ebu Talibi. Ebu Talibi axher pejgamberit. Tha, do t'isha më i kënaqur sikur Islamin ta kish pranuar Ebu Talibi. Tha, pse? Se ti, ja Rasulullah, më shumë don që Ebu Talibi ta pranon Islamin, prandaj unë e du atë që e don ti. Sikur Ebu Talibi ta kish pranuar Islamin, ti do të gëzoheshe, andaj do të gëzosha unë edhe më shumë pse ti e gëzu. Kështu pra e ka ndrru pranimin e Islamit të Ebu Talibit e ka dashur për hik pejgamberit më shumë se pranimin e babës vet. Ju e dini o vëllezër të dashur, e di se e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhamin e tij kur ka mbajtur hutbe, ka patur një drum të hurmës kështu natë në formë të shkëmbit dhe ka hip aty. Edhe ka mbajtur hutbe. Pastaj një grua, një sahabie ka thonë, ja Rasulullah, a ban djali im të bëj ty një hutbe prej 3 shkallëve, ka qenë zdrudhtar, ka thonë mirë dhe bante. Edhe ai çka ka bën? Ka mbaruar një hutbe, hutben e parë e ka mbaruar dhe ja ka ofruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi ka hip në hutbe po mban fjalin. Po dëgjon mizan, po ndim mizan sikur fëmiu kur shumon, sikur fëmiu kur qatë pazar, edhe sahabët e kanë dëgjuar. Edhe po shef pejgamberi, subhanallahu, kush a ki fëmijë që po qanë? Ku e ka nënën? Po qanë diçka, po shumon diçka. Tha, more burra, kush po qanë? Tha, ja Rasulullah, po vi një zanë të qamurit nga druni i thatë i hurmës. Edhe u afru pejgamberi pa se me vërtet të qamurit vinte nga druni i hurmës thatë. Druni i hurmës thatë ka qajtur pse është largu pejgamberi prej, se është mësuar ta ketë pejgamberi afër. Druni hurma si thatë ka qajtë për largimin e pejgamberit nga zemrat tona, do t'i krahasoj me drunin e thatë? Apo janë tha ma tepër se druni hurma zotin arë? Që të mos përmallohet njeriu në herë për dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për zbatimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, është kollaj të lavdrohemi, flas për disa, se disa njerëz as që lavdrohen me pejgamberin, as që njohin pejgamberin. Njëherë më thonë një njeri xhamat në mosh, tha hosh më ka pyet njëri, tha nuk ka muslimon, më ka pyet një pyetje, tha shumë fejë më ka shtit. Thash habre, tha çka më ka pyet. Thash ha mos u frikë edhe unë si mos e di nuk prish punë, thuaj haj. U frikë se do ta ngushtoj edhe hosh. Thash thuaj more, habre do fol. Hosh ta më ka pyet kur është lind Muhamedi. Amambe thash ti se dish, jo valla ku ta di unë. Amambe nuk e din kur është lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e din sa fëmijë ka pas pejgamberi, nuk e din sa vjet ka jetuar në Mekë, nuk e din ku ka ndruar jetë dhe ku e ka varrin. Një haxhi herë kish pas qenë në haxhillot, kur bën të dalën në haxhit më çoj në shtëpi, i tha Allahut vet, tha ku do na çoj sot? Tha sot do na çoj në shtëpi inshallah. Si tha do na çoj në shtëpi, tha po unë në çabe s'kam shku, more ke shku tha po jo më s'kam shku. Kur ai hoxha që kish pas marrë në tavaf, o haxhitha, a nuk e di be tha që tha tavaf kur bosh kur e mbajshë filanin, tha për karishin nuk e lëshoje. Ku tha ta ju ti e zeza? Tha po more, tha pa nuk është vori pejgamberit aja. Çfarë më ka vitu se vori pejgamberit? O zoti, a njëra që ka shku, edhe se ka marrë vesh se ku është vori pejgamberit, po mos ta lëm atë mosh që mos të dim se ku është çamja ku është vori pejgamberit. Po duhet ta njohim pejgamberin, ta dim ku e ka pas, ku është lindur dhe ku është varrosur. Ku si ka jetuar. Pra duhet ta njohim që ta duam. Nuk mund ta duash një njeri që ti nuk e njeh. O vëllai. Pra po them, për një pjesë të umetit, për një pjesë të xhamatit ton, të cilët mendojnë se e duan Allahun, e duan pejgamberin, por nuk ka boll net
lavdrohemi me pejgamberin, se ne kemi pas pejgamber ato nuk është botë. Po ta pyesëm pejgamberin, a thua i lavdrohet me ne? A thu ne jemi me një shkallë që me ardhë pejgamberin në jetën tonë të përditshme thote halal një qoftë, i kënaqur jam me këtë praktikë, me këtë jetë që bëni ju, t'jesi i kënaqur pejgamberin? Ne të gjithë lavdrohemi me islamin tonë, ne lavdrohemi të gjithë, mendoj të gjithë ne që jemi në rrugë, se ka njerëz që bile nuk do më ndihet se është musliman. Jo nuk e pat një një udhëheqës, një politikon, tha, unë nuk e di pse jam musliman. Pa se din edhe pse është njeri bile. Subhanallah, nuk e din pse je musliman, edhe të të kallëtoj një fëmijë i vogël pse je musliman, pa ai nuk e din. Njerëzit tonë që nuk e din pse janë musliman. As që do ta din pse është musliman, por ne flasim me ju vëllezër të dashur, që e dini pse jeni musliman dhe e dini si duhet të jeni musliman dhe e di se mbureni me islam. Por pyetja shtrohet, a thu islami mburet me ne? A thu islami është i kënaqur me ne? Vëllezër të dashur, që të mos i lodhim më tepër, unë një herë ta përfundoj, isha në të treg të kafshëve me blerë një kurban. E pyetëm njërin i cili shkon në Maqedon. E pyetëm, thanë, sa e ka çmimin kjo kafshë? Tha, nuk është për ju. Thash, pse? Tha, e merrni për kurban? Tha, po dhe. Tha, po nuk i ka 2 vjet. Duhet i kese 2 vjet për kurban. I thonë ati shokun që kisha me vete, thash, o vëllai e dashur. Thash, ki Maqedoni e dika se kafsha e madhe për kurban duhet i ketë 2 vjet. Thash, ka njeri që nuk e din, prej neve nuk e din se duhet i ketë 2 vjet. A është pak shtyp. Shakaxhi, bon hoka. Tha, hoqë. Ki që këtë e kam dëgju, tha e kam bajt men, po neve tu na kalzu në i qitët men. Po tha ju s'na lartë bremo pash zotin. Kush folën qumon, hoqa. Kush folën vdekje, hoqa. Kush folën tubim, hoqa. Tha tash bile kini qitë edhe një bitar. Thash han, tha edhe në të arsëm s'na lini rahat. E tash ne kështu dum që lom rahat pak juve, dhe të bëjnë një pauzë, bërshë sa ma mërmendja, e inshallah nuk ju kemi lodhë, nuk ju kemi mërzit, lusim Allahun dhul Gjelal, kështu si që mi bashku në këtë tubim, në këtë salë të bukur, me këto ftyra të bukura, të cilët i keni marrë dhe familjen, keni marrë dhe fëmijë, keni marrë të ndëgjoni, fjalë të Allahut dhe të pejgamberit. Mos ma tepër vëllezër, vëllezër të dashur, mos fitofshin ma shumë nga kjo, e dini se mbi kokat tona qëndrojnë me laqet. Allahu dhul Gjelal çon kënaqësi në shpirtat tonë dhe na përmendën në këtë moment mbi arshjale. Na përmendet të melaqet e arshjalas, përmendet emnat tonë. Edhi pse? Se ne përmendim Allahun dhe ai na përmend neve. Tha njoni, unë e di kur më përmend Allahun. Tha ku e di ti? Tha kur e përmendi unë Allahun, përmend edhe ai mu. Pra, kjo është privilegj. Subhanallah, kjo është kënaqësi. O vëllezër të dashur, pra, lutim Allahun dhul Gjelal që në tubime tjera, që kjo është një mirësi, si që përmendje dhe moderatori, që është për herë të parë në historinë e xhamive të Austrisë, që të bashkohen 6 xhami për të bërë një tubim të tillë. Radhën tjetër, inshallah të gjithë xhamitë e Austrisë kanë më tubu dhe kanë organizuar një tubim madhështor. Inshallah, dhe nuk do të jetë ai i fundit, siç shpresoj të mos jetë edhe ky tubim i fundit. Unë një herë për Bajram pa ta përmend, du ta them me xhamatin edhe prindët, relacioni edhe fëmijë, thash lum dhe fatlum është ai prind i cili e ka marrë fëmijën për dorë dhe e ka prunë në xhami. Kur dolëm një profesor tha, Hoxha Efendi tha, radhën tjetër do të thush, të lumt janë ato fëmijë të cilët e kanë marrë babën për dorë e kanë prunë në xhami. Thash ha, tha vallahi unë për herë të parë, tha i kom 50 sa vjet, për herë të parë kom një xhami, gjalin e kam student, tha, elhamdulillah është i udhëzuar, tha babi, më vinë keq nëse nuk vjen xhami, e më kam vit herë, e më kam mësu me marrë abdes, edhe më kam marrë për dorë, gjalin ka prunë xhami. Elhamdulillah, kjo është mirësi. Pra dhash Zoti që edhe baba, edhe gjali, edhe nana, edhe bia, edhe vllau, edhe motra, tjetë të kyçur në këto programe dhe në këto manifestime, dhe mu ashtu si që jemi të buar në këtë vend të bekuar, lusim Allahun dhul Gjelal të na të bon dhe të na bashkon në Jannatul Firdaus. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.